can fly. Egli dhe Gjesti nuk më duken si çift, menaxheri i famshëm habet me deklarantën e tij apo luajnë me vërtet për fansat. Menaxheri njuri VIP-a Xhani Demika ka ndarë së fundmi disa detaje interesante nga festa pas finales të Big Brother VIP Albania 4, ku vëmendja ishte padyshim te çifti më i komentuar i këtij edicioni, Gjesti dhe Egli. Në një intervistë, ai ka dhënë më shumë detaje për lidhjen midis tyre, ndonë se dyshja kaluan thuajse gjithë kohën pranë njëri tjetrit gjatë festës, nuk dhanë për shtypjen e një çifti. Ai theksoi se kjo mund të ketë ardhur për shkak të vëmendjes së madhe nga publiku dhe të ftuarit, të cilët i rrethonin vazhdimisht për t'i përshëndetur duke mos u lënë hapësirë që të ishin të afërt. Teksa tha, me thënë të drejtën, atë natë kam vënë re që Gjesti dhe Egli mund të ishin bashkë gjatë gjithë kohës pothuajse, por nuk po na linin për shtypjen e një çifti, për arsye se ishin të hutuar dhe ishin akoma duke takuar njerëz dhe shumë pak kohë kanë gjetur të rrinin bashkë me njëri tjetrin, të përqafuar apo të kërcenin bashkë. Kjo më duke habitshme, por nuk i vë faj sepse në fund të fundit sapo kanë dalë nga një reality show dhe janë të hutuar akoma. Këto komente të Demikës vazhdojnë edhe në një moment që marrëdhënia midis Gjestit dhe Eglit vazhdon të jetë në qendër të vëmendjes e ndjekësit po kërkojnë, por ata nuk kanë shprehur se zhvendim kanë marrë me njëri tjetrin. Disa nga fansat pas kësaj interviste i kanë shpërthyer edhe në komente duke thënë se ata po luajnë edhe jashtë shtëpisë me këtë fakt pasi nuk janë as pak bashkë. Gjesti është parë të rikthehet në Kosovë, ndërsa Egli në Tiranë, teksa kjo do të thotë shumë për mbarvajtjen e lidhjes, ndërka që ana tjetër nuk dihet e ardhmja pasi Gjesti, pas në shkrimit të kontratës me Top Channelin për një menaxhim 1 vjeçar, do të jetë më tepër në Tiranë dhe pritet të shihet në vijim marrëdhënia midis tyre.